Të nderuar të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që I marrim nga libri Riyadus Salihin të Imam Nawawiut rahimahullahu taala, I cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani, fisnikë dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me të cilat janë drejton besimtarit të rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Jemi në hadithin 108 me radh, apo hadithin e 14 në këtë kapitull, ku Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala thot: An Abi Safwan Abdullah ibn Busr al-Aslami radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله رواه الترمذي وقال حديث حسن. Thot Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, në rafan Abu Safwan Abdullah ibn Busri al-Aslami radiallahu anhu, I cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: njerëzit më të mirë janë ata që kanë ymër të gjatë dhe vepra të mira. Transmeton Tirmidhiu, I cili thot hadithi është hasan. Por sipas analizës së transmetimeve të lloj-llojshme që I ka ky hadith, të cilat I transmeton Imam Tirmidhiu, Imam Baghaviu, Abu Nuaimi edhe Hakimi, derisa hadithi është I saktë dhe I vërtet. Dhe në këtë formë, ky hadith bëhet edhe një porosi e rëndësishme në jetën e besimtarit, I cili I tregon muslimanit njeriu më të mirë. Dhe prej synimeve të mësimeve të Kur'anit dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është na del në shesh njeriu më I mirë, cilësitë e njeriu më të mirë, kriteret e përzgjedhjes së njeriu më të mirë. Pra, feja islame ofron shembullin e mirë, të cilin duhet ta ndjekë secili njeri në jetën e vet, për të pas jetë të lumtur në dynja dhe për të pas shpëtimin në ahiret. Dhe këtu është dallimi mes pedagogjisë islame dhe pedagogjive tjera. Pedagogjia islame ofron shembullin e mirë, të cilin duhet ta ndjekin të tjerët, dhe I inkurajon të tjerët ta ndjekin këtë shembull. Në këtë rast ky hadith është vërtetimi I këtij rregullit. Kush është njeriu më I mirë? Ai që ka shumë parë, ai që ka post, ai që ka pushtet, ai që ka shumë lidhje, ai që është më I famshëm, ai që është më I bukuri, apo kush? Shpesh njerëzit mendojnë se më të mirët janë këta që kanë diçka për kësaj që përmenda. A realiteti është se më I miri është ai që jeton gjatë dhe vazhdimisht bën vepra të mira. Pse ndërlidhen këto dy gjëra? Se njeriu mund të bën vepra të mirë një herë apo dy, por nëse nuk është I mirë në brendësinë e tij, del shesh e keqja, hidhrimi. Për shembull, ajo që sot mësohet në marketing, që njeriu të jep sjellje korrekte ndaj klientit. Mirë, po kjo nuk ka të bëjë me besimin, dhe ai është I mirë me klientin për shkak të interesit material që ka nga ai. Mirë, po kur kthehet në shtëpi I lodhur nga klientët, më nuk e ka të njëjtën sjellje në shtëpi me gruan dhe fëmijët e vet. Dhe aty ndryshon. Faktikisht krijon një lloj dyftyrësie në komunikim me njerëzit. Një ku interesi është synim edhe aty ka sjellje korrekte, bile edhe të mirë, edhe e dyta ku nuk ka interes, atë shesh sjellje e keqe. Islami, feja islame, Kur'ani dhe Suneti na mësojnë që gjatë tërë jetës të ndërtojmë veten duke bërë vepra të mira. Dhe kështu muslimanët e parë kanë qenë. Dhe kështu muslimanët e parë kanë jetuar. Do thotë që nga fillimi I jetës së tyre deri në fund kanë vepruar vepra të mira. Dhe shumicës e tyre Allahu Dhul Jalal u ka mundsuar që edhe përfundimin e jetës së tyre ta kenë me vepra të mira. Për shembull, për rasteve nga shembujt e jetës së mirë, e kemi edhe biografinë e këtij sahabiu që na transmeton këtë hadith.
Ebu Safanit, që është interesant një biografi e këti, Abdullah ibn Busr, është ensari, e ka kunjën Ebu Ma'mer, Ebu Busr, dhe ka qenë sahabe pejgamberit alaihissalam dhe ka 50 hadithe të transmetuara nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka falë namaz 2 kiblet, edhe kiblen e parë drejt Kutsit, Jerusalemit, edhe kiblen e dytë drejt Mekës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka venduar dorën në kokë dhe ka bërë dua për të, dhe kjo dua i ka dhënë atij bereqet në jetë. Ka qenë ashabi pejgamberit alaihissalam, ai, baba i tij, nana e tij, vllau i tij Atia dhe motra e tij Samma. Do të gjithë familja kanë qenë ashab të pejgamberit alaihissalam, do të kanë pa pejgamberin alaihissalam dhe i kanë besuar atij dhe kanë vdekur në këtë gjendje. Një ditë për ditëve, familja e tij e bën një ushqim. Çfarë ushqimi? Kanë marrë miell, edhe krep, edhe ujë. Do të çull kanë bërë. Që kjo ka qenë ushqimi i veçantë, edhe ka shku Abdullah ibn Busri me thirr pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në gosti. Edhe kanë dalë për shtëpisë, për dhomës së vet pejgamberit sa më orë këta me hongër një drek. Çfarë dreke? Do të shtrumë deri në gjuhë. Me lloj-lloj mishesh, me lloj-lloj ushqimesh, jo, çull. Miell, krip, ujë. Mashëm se çull nuk bëhet ajo. Edhe kur afrohet te shtëpia, Abdullah ibn Busri pak nxiton edhe i lajmon se veç jemi afruar dhe dalin baba i tij e presin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë e tij. Edhe pastaj kur hyn pejgamberi sa më shtrohet sofra, thot khudhu bismillahi min hawaliha, filloni ushqimin me bismillah dhe hani nga skajet e pjatës e enës, wadharu darbataha dhe lënë mes, në mos hapin midis të pjatës, po ha prej skajeve, dal nga dal nëse mrin deri në mes, mrin. Fa inna al-barakata fiha, sepse bereqeti është në mesin e ushqimit. Hangri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe familja bashkë me të, edhe mbet një pjesë prej ushqimit. Domthon bereqeti i pranisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, saqë më një ushqim të thjeshtë, sikur të është çulla në këtë rast, mjaftoi edhe doli edhe teproi nga ky ushqim. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e përfundoi ushqimin tha Allahumma ighfir lahum warhamhum, o Allah wa fal tyve edhe mëshiroj, wa barik alehim, jepu bereqet në ushqimin, në pasurinë e tyre, wa wasi alehim fi arzaqihim, dhe zgjeroj atyve rrezikun. O Allah, falva, mëshiroj, jepi bereqet edhe zgjeroj rrezikun. Normalisht që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë dua i ka dhënë tan atmirës së familje, bereqetin e madh. Plus asaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë dua për këtë Abdullah ibn Busri që i mirëgjatë. Dhe thot Hasan ibn Ayyubi al-Hadramiu, thot i pash më tregoi Abdullah ibn Busri një pikë zezë në krye, në ballë. Thot edhe unë kur e pash atë ja vendova gishtin të pikë e zezë, tha kështu e vendoi gishtin e tij pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë vend dhe tha le të blughanna qarnan, tha do të arish të jetosh një shekull. Do të arish të jetosh një shekull. Thot Ebu Abdullah ki transmetuesi i këtij rasti, thot dhe jetoi domethën Abdullah ibn Busri 100 vjet, saqë do të ka qenë njëri pastaj që i fort, i madh dhe i shëndetshëm, saqë as dhimbit as verës se ka mblu kokën e tij e as gjoksin e tij për shkak të shëndetit që ka pas ky njeri. Ka jetu pastaj në kohën e fundit në Sham, në Hims, konkretisht tani këto qytete veç kemi filluar t'i kuptojmë për shkak se në lajme në përsëritën pak më shpesh se përpara. Inshallah Allahu i ndihmon muslimanëve atje për të kaluar këto sprova dhe vështirësi që kanë dhe duke kompenzuar Allahu atje atë gjendje me një gjendje më të mirë dhe atë pushtet me një pushtet më të mirë inshallah të dhe gëzohen me fitoren e muslimanëve, musliman kudo që janë ata. Dhe ka qenë emir i Himsit, derisa Allahu dhuljalal ja përfundon emrin me vepra të mirë. E kjo ishte qëllimi i tregimit të biografisë së këtij ashabit. Dhe thot, këtu ka shumë rasti, lidhshmëri, përcaktime që i ka lidhur Allahu dhuljalal xhelat. Hadithin njeriu më i mirë është ai që i ka emër të gjatë dhe vepra të mira, pas ka jetu vetë gjatë ai. Transmetuesi i këtij hadithit
pas ka jetu vetë gjatë, 1 shekull, 100 vjet. E para. E dyta, që ky njeri që ka transmetuar këtë hadith, Allahu Dhul Jalal e ka sjell si shembull konkret, se kur njeriu vazhdimisht bën vepra të mira, Allahu ja sjell atij edhe me përfundu jetën me vepra të mira, që e përmenda pak më herët në fillim. Se njeriu vazhdimisht kur e ndërton veten me vepra të mira, nuk ka mundësi që në fund me shku me vepra të këqija. Nuk ka mundësi. Përpos atij që është, do thotë, dyftësh kështu i profesionalizuar, që nuk mund të hetohet. Mrena e fshef mëkatin edhe kufrin edhe shirkun, ai jashtë tregon si musliman. Ati në fund i del shesh e keqja. Ama muslimani i sinqert, i devotshëm, që vazhdimisht mundohet ta ndërtojë jetën e vet me vepra të mira, ai si e fillon e vazhdon edhe e përfundon. Abdullah ibn Busri, ky ashabi, si vdes, shikoni, tregojnë nga biografia e tij, thot shkoj të merr abdest. Shkoj të merr abdest, ul për me marr abdest, edhe çat gjendje edhe shpirtin Allahu Dhul Jalal. Do të vepër të mirë. Edhe normalisht kurse e dimë na gjithë, për shenjave të vdekjes së mirë është kur njeriu vdes në një vepër të mirë. Dhe alhamdulillah ka raste shumë që Allahu Dhul Jalal ja mundson njeriu të me vdek në sejdë. Ja mundson duke marr abdest. Ja mundson duke thënë fjalën la ilaha illallah. Në shembull tjetër, Omar ibn Abdul Azizi, rahimahullahu ta'ala, njëri prej khalifeve të drejtë të muslimanëve, i dalluar në devotshmërinë e tij dhe në drejtsinë e tij dhe në qeverisjen e mirë të shtetit në kohën e tij. Çka ndodh në shtratin e vdekjes, vinë edhe njerëzit e vizitojnë. Edhe ai thotë ngritemi. Edhe thot, vaj për mu, thot, a ka ardhur sabahi? Vaj për mu, thot që me veprat e mia ku kam me shku. Derisa fillon me thonë la ilaha illallah, edhe në qatë gjendje e ja merr shpirtin Allahu Dhul Jalal, e përfundon me dëshmi të njerëzve që janë të pranishëm se ky njeri e përfundon jetën me fjalën la ilaha illallah. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kush thot la ilaha illallah hyn xhenet. E normalisht jeta e tij e begatshme me vepra të mira jam mundsoj dhe ndihmoj atij që në fund me shku me fjalën la ilaha illallah. E njëjta ndodh me shumë njerëz të devotshëm. Për ty është rasti i Muadh ibn Jabelit radhiyallahu anhu, i cili gjithashtu në shtatin e vdekjes i thot shokëve, a erdh sabahu? A erdh sabahu? Derisa thonë po erdh sabahu. Thot e lusë Allahun të rrunë nga sabahi që bëhet sebeb me hinë xhehenem. Domthonë nga ditët që unë bëj punë të këqija, e punë të këqija bëhen sebeb me hinë xhehenem. Por zakonisht thot unë edhe s'kam pas dëshirë me jetu gjatë për me mbjell pemë edhe për me hap puse. Po thot një dëshirë kam pas në jetë, që të falem natën kur të është, domethënë, me vështirësitë e veta. Ta agjëroj ditën me nxehtësinë e vet dhe të shtyhem me shok para hoxhallarëve dhe ulemave për të marrë diturinë fetare. Tre dëshirat e Muadh ibn Jabelit: namazi i natës, agjërimi i ditës dhe dëshira e madhe për të ndejtë para hoxhallarëve në gjunjë, duke u shtyr njëri me tjetrin për me qenë saft parë për me mësu fenë Allahu Dhul Jalal. Edhe normalisht para mundon çfarë gjendje vjen momenti i dhënies së amanetit të Muadh ibn Jabelit. Kështu ka shumë tregime të muslimanëve të devotshëm që kanë jetuar me iman dhe vepra të mira, Allahu Dhul Jalal va ka mundsuar atyve që shkojnë te Allahu subhanahu wa taala me vepra të mira. Pra, jeta e gjatë ndërtohet me vepra të mira dhe përfundon me vepra të mira. Andaj është befasi e këndshme dhe mirë kur ta shohësh një njeri i cili ka mbush 80 vite edhe akoma është i rregullt në namaz. Akoma është i rregullt në vepra të mira. Akoma mundohet të përhap hajrin dhe të mirën në mesin e rrethit ku ai gjendet edhe ku qarkullon edhe rrotullohet. Për këtë shkak vlera e mirë është porosi kuranore, që njeriu vazhdimisht të insiston në veten e tij që kur mos bën gabim dhe vazhdimisht bën mirë. Thot Allahu Dhul wa ahsinu bani mirë. Wa ahsinu bani mirë. Le të jetë kjo ndryshim i iniciativave
dhe dëshirave dhe vullneteve që i ki zemrën tone, kur të kesh momente që do në me bo keq, jo, nale. Vazhdimisht edukoje veten me bo mirë, wa ahsinu. Pse? Se inna Allah yuhibbul muhsinin, se Allahu i don ata që bëjnë mirë. Allahu i don ata që bëjnë mirë. Gjithashtu, Allahu subhanahu wa ta'ala të regon se për qëllimit të krijimit të gjithësisë, me jetë edhe me vdekje, është gara e njerëzve me zvete në bërjen e veprave të mira, bile në bërjen e veprave më të mira. Sikur që thotë në surën Mulk, Tebarekalladhi biyadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. I bekuar qoftë Allahu, në dorën e Tij është mbretëria dhe është i gjithëmonshëm, i cili krijoi vdekjen dhe jetën që t'ju sprovon juve kush për juve ma mirë do të vepron. Për gara mes njerëzve kush kanë bërë ma mirë, jo vetëm mirë. Dhe për këtë shkak, dietarët musliman më herë kanë thonë çka, veprat e njeriut duhet të qarkullojnë mes të mirës dhe ma të mirës, jo mes të mirës edhe të keqes. Ajo që zakonisht shumica e njerëzve sot e bëjnë. Po vallahi unë pata mundësi me bë keq edhe mirë e bona mirë. Kjo është kategoria e thjeshtë e njerëzve, shumica, ama nëse do të më qenë i dalluar, edhe i ngritur, edhe i lartë, ti duhesh të jesh prej atyre që thojnë, pata mundësi me bë mirë edhe më mirë, e unë e bona më të mira. Që fatkeqësisht sot shumë pak kemi kësaj raste. E për njeri që don të jetë fetar i vërtet, e i devotshëm, i sinqert, e njeri i lidhur me xhami, e i lidhur me dituri, do të jetë kalon nga kategoria e masës së gjerë, ku zgjedhin mes të keqes edhe të mirës, në kategorinë e masës së veçantë, ku zgjedhin mes të mirës edhe më të mirës. E kjo normalisht kërkon çka stërvitje, kërkon edukim, kërkon insistim, ngul qesh i vendosur, mos kesh hapësirë për hamendje, apo ngacmimet e shejtanit dhe vezëtet e tija, dhe në këtë formë ti bësh për atyre që jeton gjatë dhe bën vepra të mira me lejen dhe ndihmën e Allahut dhul xhelal. Allahu dhul xhelal i garanton atij që bën vepra të mira se ka për ta shpërblyer atë në dunjë edhe në ahiret. Pra nuk i up mundi atij që bën të mira, se kanë herë njeriu mërzitet, bën vepra të mira e s'ja din askush. Bën vepra të mira e s'ja përmend askush. Bën vepra të mira e s'ja kthen të mirën me të mira askush. Ai mërzitet. Andaj Allahu dhe garanton dhe thot: Innal ladhina amanu wa amilu s-salihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Ai që beson Allahun dhe bën vepra të mira, le ta dinë se na nuk ja humbim shpërblimin e atij që bën vepra të mira. Nuk humb. Ti ndoshta s'ta diti sot dikush, e haroj dikush, ama ka me të përmend dunjë e mos flasim për ahiret. Mirë, po normalisht qëllimi jot nuk duhet me qenë me të përmend vepra jote. E as me u mburti me te, ose me hi për mi krije dikuj që ke i boni të mirë, jo. Ti nuk duhesh me pas atë qëllim, ama ti jesh i bindur se Allahu dhul xhelal ka me ta shpërbly atë vepër të mirë që ke bën në dunjë edhe në ahiret. Pa marrë parasysh e din dikush apo nuk e din. Allahu dhul xhelal është ai që e din edhe ai që paguon për të. Ba vepra e mirë është vepra që e bën njeriu me qëllim për të fituar kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Duke ndjek rrugën e Islamit, Kur'anit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtij njeriu Allahu nuk ja hup mundin, ja ruan veprën dhe u jep shpërblimin e plot ditën e llogarive kur dalin para Allahu subhanahu wa taala. Pra njeriu zakonisht duhet të mbjell në veten e tij këto ndjenja, këto emocione, këto dëshira, që ai të bën mirë vazhdimisht. Se kanë herë edhe kur s'ki mundësi pas e me bë mirë, Allahu ta shkon veprën e mirë. Pse se vazhdimisht i eduku edhe të kanë ardhur ide edhe mendime me bë mirë. Besimtari është ai që e din mirë vlerën e kohës dhe mundohet që këtë kohë që ka në disponim si kapital kryesor ta shfrytëzon vazhdimisht në vepra të mira, mos i ik rinia pa bë vepra të mëdha të rëndësishme të mira, e që kur të plagët pastaj
t'i bën atë punë e mira të pjekuna me peshë dhe ndikim të madh në jetën e tij dhe ditën kur dal para Allahut subhanahu wa taala. Pra, veç jeta e gjatë, nuk është vlerë vetvete nëse nuk mbushet me vepra të mira. Se ka njerëz shumë që jetojnë gjatë, mirë po nëse ka jetuar në kufër, mosbesim, apo në zullum, atij i është bërë dënim, i është bërë ndëshkim jeta e gjatë që në dunjë para se më fillu mund të shkojë në ahiret. Ama jeta e gjatë edhe veprat e mira të mbushura, e mbushur me vepra të mira, padyshim se kjo është kapitali më i madh që mund ta ketë njeriu në jetën e tij dhe kjo duhet të jetë brenga e tij vazhdimisht që tërë jeta e tij me shku me vepra të mira dhe normalisht me përfundu jetën me ato vepra. Pra, këto janë disa principe dhe porosive që i kanë përmend ulemat, mes tjerave domethënë se kushtet e veprës së mirë janë sinqeriteti, që ta duash ta kesh për qëllim me këtë vepër fitosh vetëm kënaqësinë e Allahut. E dyta, të jetë në përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse këta dy kushte janë bazë e çdo vepre të mirë, nëse nuk i ka një vepër, nuk pranohet te Allahu subhanahu wa taala. Besimtari që është edhe qëllimi i kapitullit, me veprat e mira i afrohet Allahu subhanahu wa taala dhe bëhet më i mirë edhe më i devotshëm, edhe normalisht e fiton rahmetin dhe përkrahin e Allahu subhanahu wa taala. Kështu kjo porosi të hadithit dhe ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duhet të jetë moto e vazhdueshme në jetën tonë. Gara mes neve në vepra të mira, vrapim i joni pas veprave të mira dhe mbushja e ymrit me vepra të mira për të fituar rahmetin e Allahut dunjë edhe në ahiret. Pra këtu e përfundojmë edhe sharimin e këtij hadithit për të lënë hapësirë që në desin e ardhshëm të vazhdojmë me hadithin me radhë 109, duke lutur Allahun Dhul Jalal të jap khejr dhe beqet në dunjë dhe në ahiret, në ditë të dobishme dhe vepra të mira, në jap mirësi dhe mbarësi në jetën e dunjës dhe shpërblimin e tij të begatshëm në jetën e ahiretit. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.